Tani, Edmond edhe si eksperti teknologjisë për të na zbuluar më shumë detaje rreth projektit dhe i shikoni ju të mira këtij projekti që ndoshta ne skeptikët nuk e shikojmë dot. Atëherë, këtu me thënë drejtën ka vdek ekspertët, se këtë përmendës teknologji. Sot thua që i ekspert Shqipëri është... Shkeq, shumë keq. Gjëna. Jo që çështja është e këtij projekti, faktikisht ky nuk është projekti jonë. Se të ishte projekti jonë, do ta ndërtonim ne, do të kishim një plan, një vizion, një mision edhe kështu me radhë. Do të ishte një kërkesë, një nevojë e vendit, e popullit, njerëzit e duan, atëherë do ne të ndërtonim një projekt. Fakti që ne na servirën projekte surprizë, të pakërkuara, por të diktuara. Tani, unë kam rreth 10 vite që flas për çështjen e sigurisë të dhënave. Shqipëria është kthyer në një shtet eksperimental, në të cilin e kanë matë ndërgjegjen e këtij populli në çdo detaj. Tashmë, me survejimin e fëmijëve, ato shohin se sa të ndjeshëm jeni ju tek fëmijët e juaj. Dhe prandaj nisin nga shkollat. Tani, nëse ne do donim siguri, ne nuk e dum sigurin na survejosh se si vritet, se ai do të filmojë se si rrihen, apo do që të mos rrihen. Pra, ky nuk është i projekt. Faktikisht po flasim për ngritjen e një strukture shtetërore për sa i përket sigurisë kombëtare. Por jo nga ne, nga palë dhe grupe të cilat kanë vite që po implementojnë në Shqipëri projektet e tyre. Emiratat e Bashkuara Arabe i referosh apo jo? Unë nuk mund të them emra, por një pjesë e madhe e di. Fondi është marrë prej atyre dhe madje janë dhe donatorë të 20 milion dollarë. Unë besoj që Emiratet e Bashkuara Arabe nuk kanë lidhje. Këta mund të jenë mbrapa, fiks. Emiratet e Bashkuara Arabe s'ka lidhje fare sepse asnjë arab nuk është pas kësaj gjëje. Një kjo. E dyta. Nëse qendra do të jetë atje. Por nuk ka rëndësi, çdo gjë sot është në cloud, nuk do të thotë fizikisht në Emirate, është diku. Pra, çështja e të dhënave, nuk ka rëndësi lokacioni, është në Arabi apo mund të jetë edhe në Afrikë, nuk në akses mund të ketë kinezi. Nuk ka rëndësi lokacioni. Pra, ne nuk na bën të dyshojmë ku do ruhen të dhënat. Çështja është pse duhet qenë të dhënat atje. Një gjë të tillë nuk e ka bërë as komunizmi në fakt. Çështjen e sigurisë kombëtare nuk e ka dhënë asnjëherë një kompani të huaj. Sepse nuk mund të jetë kurrë një huaj miku im i përhershëm. Aq më tepër që bota sot është në luftë. Kur mund të zihet besë në kohë lufte, në kohë krize, një aleati më strategjik. Ai që të do vërtet nuk ta lejon ta bësh një veprim të tillë. Por prandaj them, ne si vend është bërë eksperimente vazhdimisht. Dhe unë mendova sigurisht se ky është Shqipëria është vend eksperimental. Para një viti është instaluar një pajisje quhet DPI. Kemi folë gjithë vazhdimisht si komunitet, kemi bërë kërkesa dhe vazhdimisht për atë pajisje. Çfarë ishte ajo? Ajo është shumë herë më e rrezikshme se ky sistem. Një vit rresht ka qenë ndezur një pajisje që ka profilizuar çdo qytetar të Republikës Shqipërisë. Që do të thotë? Dhe me kë ke komunikuar, çfarë ke naviguar, sa kohë ke përdorur, me kë ke çdo lloj gjë që ka mund të bëjë njëri me pajisje telefon. Tani, shiko, çështja e kushtetuesës dhe ligjit nuk besoj se vlen këto raste sepse ne duhet personale sepse unë du me hedh shtetin tim gjyqë vëlla tani. Tani që e mora vesh nga eksperti që është futur në telefon, unë du me hedh në gjyqë shtetin. Ne kemi folë për çështjen e kësaj, sot ai ligji ishte me një vit afat, ka skaduar në mars. Tani, sepse ne ligje kemi VGM-n. Një vit mjaftoi për të mbledhur gjithë ato. Pra ne nuk kemi ligj kushtetues tutën, por kemi ligj VGM-n. Tani, çështja e DPI-s dhe unë e shoh këtë si vazhdim i atij projekti dhe janë po të njëjtët aktorë dhe po të njëjtët projekte. Me çështjen e sulmeve kibernetike, me çështjen e marrjes të dhënave, me profilizimin e çdo qytetari, me krijimin e një ambienti, nëse do ta marrësh deklaratën e SAK 2004-s, nuk ishte çështja e 3 shteteve më të sigurta, por ishte Jordania, një ndër 3 shtetet më të sigurta, por aty thot edhe një detaj tjetër, që është një shtet me shumë kombësi brenda. Po, është shumë e saktë. Dhe ai atë thot. Pra, ne në çdo deklaratë, se nuk flet njëri i zakonshëm kur bën deklarata të tilla dhe ne aty kuptojmë gjithsecili se çfarë qëllimesh kanë dhe në shumicën e rasteve projekte të tilla kur shikohet qartë që asnjë shtet evropian nuk e ka dhe asnjë shtet perëndimor nuk e ka, asnjë aleationi nuk e ka, tregon që merret për bazë dhe përsipër një faturë e madhe dhe interesa të tjera. Prandaj them na e diktojnë shumë projekte. Tani, çështja e monitorimit të shkollave. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me shkollat. Përshtypja jonë edhe si komunitet është që kjo mat ndjeshmërinë. Nëse ti nuk reagon tek shkolla,
atëhere zhvillimi I projektit është edhe diku tjetër. Mund të jetë në spitale, mund të jetë në, ku diuni, çdo institucion. Shkollat aktualisht I kanë kamerat. Çështja është se ne kemi edhe policë në shkolla. Çështja është se ne kemi edhe psikolog në shkolla. Çështja është se kemi edhe 2 mësues tashmë në shkolla, nuk e kemi vetëm me një. Pra, ne kemi çdo gjë, por e vetmja gjë inteligjente në gjithë këtë historinë e arsimit, me që ra rasti të flasim për arsimin është ne nuk kemi laboratore inteligjente, që na duhen kamerat e jashtme inteligjente. Sot Politeknik, Universiteti Kombëtar I Tiranës, pra Universiteti Politeknik që zhvillon gjithë inxhinierat e Republikës Shqipërisë, nuk ka një laborator. Shkruajnë në drast të zezë, po diskutoni me kolegun. Ne po flasim për smart, kujti thua smart. E para njerë është ndërtuar një mjegullnaj me çështjen e Smart City Albania. Më falë. Jo, okej. Kjo nuk është Smart City. Smart City ka rregullat të tjera, ka infrastrukturë tjetër. Ky quhet Safe City. Safe City ka identik të lloj plani që kanë këta. Safe City llogarit monitorim, survejim dhe çështje radarësh. Po. Kurse Smart City tregon që ti të ndërtosh një infrastrukturë të tërë qyteti dhe shteti që të jetë smart. Që tek makinat autonome ke një infrastrukturë që të ecin vetë, ne kemi autostradat me gropa dhe jo rrugët nacionale, autostradat I kemi me gropa. Ne kemi stacionet urbane, janë inteligjente, matjen pra ku ta arrim ne të arrim një Smart City. Smart City në Tiranë nuk realizon dot edhe për 100 vitet e ardhshme, sepse duhet bëjmë Tiranë të re. Asnjë shtet sot nuk Dhe me këto ritmet e zhvillimit të Tiranës është Smart City, kush është dikush dale që ku është një Smart City. Këto që duan të tregojnë Smart City duke vendosur disa kamera dhe thon kamera me AI, që është komplet një mjegullnaj, sepse ato janë thjesht kamera inteligjente, ultra të pastra, të cilat bëjnë monitorim dhe identifikimin e personave në korale dhe çdo gjë tjetër, sepse prandaj quhet inteligjente, sepse ne kemi kamerat me zë dhe me figurë dhe me rezolucion të pastër, po ne duam të identifikojmë lëvizjet, sjelljen, pra ne duam të dimë nëpërmjet këtij sistemi që duan ata të interesuarit të profilizojnë sjelljen e çdo qytetarit të Republikës Shqipërisë dhe të ruajnë interesat e tyre. Pra ne përveç saj edhe do të paguajmë. Çka ka ndodhur para se të ndodhi kjo marrëveshje? Ka ardhur një ndër aktorët më të mëdhej të kësaj industrie turke, njihet globalisht, Aselsan. Dhe ka dhënë një ofertë duke qenë se ai I ka produktet e saja, kanë sisteme të integruar të teknologjisë fundit, 46 milion euro të shtrirë në gjithë Republikën e Shqipërisë. Dhe u zhduk ajo mundësi, pastaj dolën këto kompanitë e tjera me radhë. Tani, prandaj thash është një projekt, pa Shqipërinë po e shohim si një vend eksperimental. Tepsi, pra sepse me këto lloj Unë të thash më thua një fjalë të mirë për projektin. Ky nuk është projekti jon, pra, është projekti dikujt tjetër ndoshta. Patjetër. Por nuk është projekt.